mbrëma të nderuar shikuesi ju adhurues të basketbollit, po vazhdojmë me ethet e Superligës dhe duelin ndërmjet Rahovecit 0-29 dhe Go Plus Pejës, një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat. Peja e dim që vjen në këtë përballje pas humbjes befasuese nga Bora 81-82 pësuan pejanët në Karagaq në Pej dhe duhet të kthehen patjetër tek fitoret sonte në anën tjetër Rahovecit që po kalon formë të mirë. Gjithçka gati për startuar dueli Herndon e Roshe për topin e parë që përfundon në duart e Fisnik Rrugovës. Ka presionin e Herndon. Pullian do të gjuan në sekondat e fundit të aksionit, realizon për 3 pikë. Berisha tek Jordan Johnson që do të gjuan për të përgjigjur me një herë. Fisnik Rrugova debërton deri në fund, realizon Fisnik Rrugova. Green luan 1-1 me Rrugovën. Timin e dytë në sulm për skuadrën e Rahovecit. Rrugova do të gjuan për 3, realizon Fisnik Rrugova në disponim të mirë për lojë. Herndon të Green, Jordan Johnson në korneri vetëm, gjuan për 3 pikë, realizon, pati kod vendoset. Pullian gjuan për 3, edhe ai qëllon. Herndon në topin të Dardan Berisha, që do të ndalet vetë kësaj radhe në gjysmë distancë, realizon kapiteni. Berisha gjuan për 3 pikë, Dardan Berisha realizon edhe një herë në këtë çerek të parë. Berisha luan 1-1 me Roshen. Peti do të gjuan për 3, nuk është i saktë. Pullian me i larti në kërcim. Rrugova edhe njerë gjuan Fisnik Rrugova. Musab Mala tek Arti Ajdari. Edwards. Cohen nga Peti e merr dhe njëra top. Johnson ka presionin në mbrojtje të Pullian. Gjithsesi arrin të gjin Flatten që gjuan për 3 pikë, realizon. Umipik, afërti Musab Mala. Arrin të gjuan Aizia Umipik. Peja pa pikë në qerikun e dytë. Rrugova e futon duelin me Flatten. Deri në fund Peti është i sakt. Zia Umipik. Gjuan për 3 pikë, edhe një herë është i sakt. Për 30-24. Ajdari tek Berisha. Herndon. Vizje mashtruese e tij nuk qëllon, e merr edhe një herë kërcimin. E në të dytën realizon. Dardan Berisha vetë shkon deri në fund, edhe një herë është i saktë. Dardan Berisha, pika e 9 e tij. Umipik. Rrugova do gjuan edhe një herë për 3 pikë. Berisha për të përgjigjur shpejt, realizon Dardan Berisha. Umipik tek Rrugova. Zemire Fisnik Rrugovës që asiston për Roshen. Realizon, dalet edhe me faul, do tjetë edhe në vijen e gjuajtjes së lirë. Shojmë edhe një lëvizjen e bukur të Rrugovës, asistimin e tij. Edwards deri në fund realizon, që i ka marrë dhe 5 kërcime. Anën tjetër Kendrick Pullian. Berisha, Edwards te Green. Lëvizje mashtruese, realizon. Pullian e rikthan topin e loj. Teksa Umipik do të gjuan edhe një herë për treshe. Shkon pasimi, top i vjedhur i pejanëve. Dardan Berisha do të shkon deri në fund, realizon. 41-39, Umipik edhe një herë i sakt. Pullian. Roshe. Pullian do të gjuan në sekondat e fundit të aksionit. Berisha do të gjuan edhe një herë i sakt. Kapiteni me pikën e tij të 17. Green lufton topi edhe një herë në duart e Jordan Johnson. Flatten deri në fund, realizon. Do të gjuan në sekondat e fundit. Nisën shpejt në kundërsulm. Vendasit Pullian në
flak edhe një herë i sakt. Omi Pig, Kentrell Pullian. Do të gjuan për 3 pik. Edhe një herë i sakt Kentrell Pullian. 17 sekonda deri në përfundim të këtij 10 minutëshi. Do të gjuan për 3 pik edhe Fisnik Rugova. Edhe ai qëllon e bërsinë e vendasve. Deri në plus 15 shkoj e bërsia, ndërsa Herndon me ngulitje e përfundon aksionin. Shohim edhe njerë asistim i miri Musab Malës. Herndon ishte më i lartë në kërcim. Fletton Edwards, i cili me ngulitje e përfundon aksionin. Gjuan për 3 edhe Roshe. Mjaft i angazhuar në ato punët që nuk shihen në fush. Omi Pig, deri në fund, realizon Aizia Omi Pig për ta realizuar edhe pikën e tij të 20 pik e 10 kërcime tek Fletton, i 4-ti në sulmi i tij. Arti Hajdari në anën tjetër bukur debërton deri në fund. Albin Berisha. Dëgjuan Fisnik Rugova edhe një herë për 3 pik. Ka kundër gjatë që nuk ka pasur kësi lloj paraqitjeje Fisnik Rugova. Në anën tjetër deri në fund do ta gjenjë se si depërtimin. Dardan Berisha e ka topin, do të ndalen dhe Rahoveci do të arrijë të marrë fitore.